fillon jetën me një njeri që deri një moshë caktuar nuk e ke njoft. Madje prap ai zinxhiri jetës prej bashkimit aty në dy personave, do me thonë tani krijesat e tua i lind fëmijët që janë, do me thonë, qenit më dashura në jetë, edhe kështu mandej ti gjithmonë lufton për fëmijët e tu, për mi rrit në mënyrën më të mirë, frigosh, mos pe bën ndonjë mëkat, mos pe bën ndonjë gabim, se kështu është zinxhiri, deri vjen mandej edhe ti kesh edhe fëmijët e fëmijëve, siç jam unë personazhi, kam 3 nipa dhe 3 misa, që është, do me thonë, bekimi më i madh për një grua, do me thonë, në këtë moshë, ti kesh i ka fëmijët i martum, i kom rejat, edhe ato i kuptoj shumë, se kanë orë me një moshë, për shembull 24, 23, edhe kanë kriju një personalitet krejt dikun tjetër, edhe kanë do, tash kanë orë dikun tjetër. Edhe natyrisht nështë edhe unë diçka kur ju kom tregu, i kom thonë, po i kom provu një metodë me të mirë. Për shembull, i kom thonë, kur më theke nona jam qështu, unë reagojsh andaj nonës, andaj vjerës. Tash pi kuptoj ato. Jo më thonë direkt i dush qështu, për shkak se tek e fundit ti si shef i kërkujeç, as i fëmijëve tu. Kështu që unë mendoj që është një pjesë me që zot tema. A ndryshon, unë mendoj krejt 100% është diçka tjetër. Po ndryshon karakteri apo që shfaqen? Ja, karakteri individin ti sonë ndryshon, do me thonë individi, pjekja ti, shkollimi ti, edukimi ti, ato mbesin që ai brëm është. Vetëm tani do me thonë ndryshon për shkak e gëzonas se tash jeta është në partneritet. Edhe kur të është jeta me partnerin, me bashkëshorten, nuk ka më trimni, burni, se na grohë në gjithë që është do të mi lajmëru burat, ajo ndodhë, edhe nuk ka burni nëse te i tregon grus ku përshkan, të shmi tregu, është gruja jote ke hi me një raport martesor, një farmyrë është një farloj kontrate dhe vetë martesa, që ki obligimet dë anshme. Edhe nonën tjetër, edhe gruja, do të me kuptu, do me thonë që në momentin që ti e merë bashkëshortin, nuk jeti qa që mbi natyrshme me rana notës me ndru ato, edhe me quti këtë regullat e tua të aj. Do të me gjithë një farmesi dal nga dal me u kriju një familje me do regullat nështë pak ma ndryshe, se son nga vinë të dy, po me do regullat më përparimtare, më të mira, më bashkore. Një mix, mirë po me gjitha te, fati femna vësh nuk pëdu mi cenu, se do një gru, moshe 25 vjeqari e martu, kam qenë akademike edhe kur ku marë të agimi, tash plus imagino, unë jë marë pri fshatit në qytet, jë marë pri familjes 20 antashe, 5 antarqe, di dy qysh ka herë më do keni qëtësi, absolute se isha mësumat kalabalukën e katunit me orë bijat e fmi të kretë. Sa vite e martu? Sot për ta mërë mendja. 35 vite me 8 korik i bëj. Ka ndryshu tash? Jo tash, qka tash? Ju pe krijani këtë jurinia pe krijani këto, tash. Qka ka kriju? Gjithmonë ka egzistue. Kur ke shkuti dal nga dal, është adin që është sigur kompetenca, kur ti besh dal nga dal, edhe një dit për dit dhe vich kur e shë vitin, edhe ti u bo në zoj shpis, ti u bo në zot i shpis, edhe në qitë kuptim. Me ko, me tolerancë, me dashni, dashnia ekziston. Jo 35 vite martes, s'po foli për vete, e menoj edhe 60 vite martes, truri çka i thu? I thu ti trurit peduqit njeri ki me dorë gjithmonë. Nëse ti, nësë të fillër ati qoftë gruja, qoftë burri, i gjenë dëpsi, këto, do të ketë klasaritje. Unë jam shumë pro familjes, jam për të arrit kompromis, për të numëru deri ora 10, për të arru pak krenarin, se kretë kena krenari, kretë në ka rrit dikush, kërkush se ka morë në beturina, po natyrisht, edhe nonën tjetër po pak me kuptu, edhe burin, për shambull, mësme qitë me një në pozit keqe, para rrethit, para familjes, para kretëve, mësme sfidu, mësme ngëlfot, dal nga dal, sepse nuk mund